A I keni këmbët e thara, me kallo apo qarje që ju dhëmbin? Para se të vraponi në farmaci dhe të shpenzoni 10 euro, ndaloni. Sot do t'ju tregoj një recetë shtëpiake që kushton pothuajse 0 lekë, por që bën mrekulli. Qëndroni me mua deri në fund të videos, sepse do t'ju zbuloj një truk të vogël që e përshpejton shërimin e qarjeve brenda natës, të cilin nuk e thot askush. Për këtë masë magjike na duhen vetëm gjëra që I keni në shtëpi. Së pari pasta dhëmbëve. Mund të përdorni çfarëdo lloj, pasi ajo ka veti të fuqishme antibakteriale dhe zbardhuese. Së dyti na duhet krem hidratues trupi, çfarëdo që keni në tualetin tuaj. Së treti vaj ulliri ose vaj kokosi për një ushqyrje të thellë të lëkurës. Dhe së fundmi kri petrash, që është edhe sekreti I vërtetë I eksfollimit. Marrim një enë të vogël, shtojmë një lugë gjelle pas dhëmbësh, një lugë krem trupi dhe një lugë vaj. Në fund shtojmë 2 lugë krip të trash. E trazojmë mirë derisa të bëhet një pastë të trajqme. Tani vëmendje të procedura. Këmbët nuk duhen trajtuar kurrë kur janë të thara. Së pari përgatitni një banjë me ujë të ngrohtë. I lini këmbët të qëndrojnë aty për 10 minuta që lëkura të zbutet plotësisht. Pasi t'i keni tharë lehtë me pesqir, merrni pak nga përgatitja dhe masazhoni këmbën me lëvizje rrethore, sidomos te pjesa e thojve dhe të thembrat. Kripa do të heqë të gjithë qelizat e vdekura, ndërsa pasta dhëmbëve do të luftojë çdo këpurdhë apo erë të pakëndshme. Lërni maskën të veprojë për 10 minuta të tjera. Lëkura bëhet si e foshnjës dhe shkëlqen. Nëse keni qarje të thella, kjo recetë do t'i mbyll ato plotësisht për më pak se 5 ditë. Dhe një këshill, pjesën e përgatitjes që mbetet mos e hidhni. Mbulojini me një qese plastike dhe futeni në frigorifer për përdorimin e radhës. Dhe siç ju premtova në fillim, ja sekreti im për rezultate ekstreme. Pasi të keni larë këmbët nga ky përgatitje, lyeni ato pak me vazelinë dhe vishni menjëherë një palë çorape pambuku, përpara se të flini. Ky proces e mbyll lagështinë brenda lëkurës gjatë gjithë natës dhe kur të zgjoni në mëngjes do të mbeteni pa fjalë nga putësia. Nëse ju pëlqeu kjo këshill, bëni like videos, bëni subscribe në kanal dhe më shkruani në komente nëse e provuat. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi shumë shpejt në videon tjetër.